Përshëndetje Abive. Mirëmëngjesi Rejhan, jemi këtu në shkollën fillore Ismail Qemali, pra si që dim në muajin maj fillon shënimi një etape të re për fëmijët që do të ulen për herë të parë në bankat shkollore. Procesi i regjistrimit ka nisur që dje dhe prindërit po paraqiten për të përfunduar procedurat për fëmijët e tyre, për të na sqaruar më shumë se si ka shkuar, si po shkon ky proces i fëmijëve që do të ulen për herë të parë këtu pranë meje është drejtoresha e kësaj shkolle Teuta Imeri. Përshëndetje dhe faleminderit që jeni me ne. Përshëndetje, mirëmëngjesit të gjithë shikuesve. Natuaj si ka rrjedhur deri më tani procesi i regjistrimit të nxënësve dhe në klasat e para dhe a ka pasur fluks të shtuar? Që dje filloi, domethënë regjistrimi për klasë të parë. Fluks nuk mundemi të thomi që ka me një që ditën e parë, por megjithatë numri arriti vetëm për një ditë në 25 nxënës. Kështu që presim në vazhdim çdo ditë fëmijët të vinë edhe të regjistrohen deri në fund të muajit. A ka rritje apo rënje të interesimit krahasuar me vitet e kaluara? Momentalisht atë gjë nuk mundem t'ja jap si lajm, po në shkollën tonë është numri i madh i nxënësve dhe janë 6 paralele, ku një paralele është në gjuhën maqedone, ndërsa 5 paralele tjera janë në gjuhën shqipe. Numri është i madh i nxënësve dhe ka non-stop, domethënë nxënës që ne nuk mundemi të ankohemi nga ajo gjë që nuk kemi nxënës. Domethënë paralelet janë të mbushura. Po deri në këtë fazë sa nxënës priten të regjistrohen dhe sa nxënës ka mesatarisht një klasë e parë? Domethënë neve presim deri në 150 dhe në 180 filloristë të regjistrohen për klasë të parë, si çdo vit edhe si vjet. Deri në 32 nxënës janë në klasë, domethënë maksimumi. Sa paralele priten të hapen për klasat e para? Paralele që janë, domethënë janë 5 paralele të re nuk shohin që mund të kemi si vjet të hapet për shkak që ka vend për ato nxënës, paralelet aktuale që i kemi. Sa prej këtyre klasave do jenë me qëndrim ditor dhe si është organizuar ky sistem në shkollën tuaj? Në shkollën tonë nuk ka qëndrim, në fakt qëndrim tërditor ose mësim tërditor të klasët e para, tek ne fillon që nga në klasën e 2 deri në klasën e 5 mësimi tërditor. Për shkak të mungesës të objektit që e kemi, domethënë për aq shkak edhe nuk kemi nga klasa e parë mësim tërditor. Për të gjithë prindërit që po na ndjekin, cilat janë dokumentat e nevojshme për regjistrim? Do duhet letë njoftim i prindit, certifikata e lindjes, vërtetim nga stomatologu, oftalmologu dhe vakcinat e marra të fëmijëve. Të gjitha këto miren në poliklinikën e Çajirit. Më thënë pjesa e rajonizimit siç është, si na takojnë me adresa, atë do të thënë marrin nga poliklinika e Çajirit, edhe atyre fëmijëve që na takojnë në shkollën tonë, për shkak se janë edhe 2 shkolla tjera afër nesh, dhe rajonizimin, do të thënë e kemi kujdes në këtë gjë dhe mundohemi maksimumin që ta respektojmë atë gjë, me ndonjë përjashtim të vogël që për shkak të mësimit tërditor që janë të detyruar që shkollat tjera nuk e kanë. Përndryshe, numrin jemi munduar ta mbajmë strikt këtyre viteve, mbas edhe dikush na është zemruar, por patjetër duhet të jemi në kursim të nxënësve dhe mësimdhënësve. Po deri kur është afati i regjistrimit, ka mundësi për aplikim edhe pas këtij afati? Normalisht fëmijët që na takojnë neve sipas rajonizimit, edhe mbas fundit të majit, edhe me 1 qershor neve e bëjmë regjistrimin. Po është shumë korrekte nëse deri në fund të majit të jenë regjistrimi i mbyllur, se ne i ndajmë klasat, i sistemojmë fëmijët të cilat mësuese do të jenë, e bëjmë gati faktikisht për në shtator, që nga 10 qershori ma ne fillojmë. Nëse shkolla mbaron për nxënësit, për mësimdhënësit edhe stafin, ne jemi ende në punë edhe e kryjmë këtë obligim për në shtator. Po a bëhet procesi i regjistrimit në mënyrë digjitale apo zhvillohet në mënyrë fizike? Jo, nuk e kemi në mënyrë digjitale, domethënë në mënyrë fizike, fëmin e sjell prindi,
Bëjmë një test të vogël, do më thënë me vjersha, poezi, në një vizatim me ngjyra që e bon komisioni, saktësisht pedagog, psikolog dhe një mësimdhënës i klasëve të para, kështu që duhet patjetër të jenë në prezencë fizike. Po, a ka pasur ankesa nga prindërit gjatë këtij procesi dhe nëse ka pasur cilat janë më të shpeshtat? Jo, nuk ka, vetëm mund të jetë kthyer dikush nëse nuk i ka të kompletuara dokumentacionet, përndryshe është krejt në rregull. Si menaxhoni keq kuptimet apo pakënaqësitë e prindërve? Keq kuptim ose pakënaqësi. Zakonisht me dialog mirë e zgjedhim të gjitha punët me biseda. Deri tash nuk kemi pasur diçka të tillë, po edhe nëse ka pas një reagim të vogël, jemi munduar qetë edhe në mënyrë profesionale të kryejmë të gjitha këto gjëra. Vetë numri që është i kësaj shkolle me numrin e madh të nxënësve tregon që nuk ka keq kuptime ose mos marrëveshje me prindërit. Po, si ndodh procesi atyre që ndoshta janë me nevoja pak më ndryshe nga fëmijët e tjerë? Fëmijët me nevoja të veçanta kemi dokumentacionet që vinë nga MKF-ja dhe të gjithë janë të udhëzuar, domethënë me dokumentacion nga ajo pjesë dhe kanë trajtimin komplet ndryshe nga komisioni dhe nga defektologja e shkollës. Po, si bashkëpunon shkolla me prindërit për të identifikuar dhe mbështetur me kohë fëmijët në vështirësi? Fëmijët në vështirësi, domethënë kemi herën e parë mësueset e kanë atë pjesë të cilët nëse ka vështirësi fëmija në të folur ose në të shkruar apo në atë të ndeturën me disiplinë, domethënë kanë mësueset metodat e tyre, mësimdhënëset që plotësohet me orë shtuese, lojra të ndryshme ose mësimin e ndryshëm. Domethënë, fëmijët në vështirësi me fëmijët me nevoja të veçanta ka dallim, ku ato kanë edhe asistenten e tyre, ndërsa fëmijët në vështirësi bashkë me stafin mos e anashkaloj, domethënë tërkohën janë kujdestari i klasës ose mësimdhënësi bashkë me pedagog, psikolog që bisedojnë, ose defektologën varësisht prej situatës. Megjithatë, unë si drejtoresh jam këtu për të gjetur rrugdalje çdo herë. Po, a është shkolla e përgatitur për numrin aktual të nxënësve si në aspektin e stafit, ashtu edhe në infrastrukturë? Po, me këto kushte që i kemi, modeste, për një shkollë që është do më thëmë me një shkollë të një lagje të Çajirit, me numër më të madh, me këto kushte modeste, është e përgatitur, me gjitha ato kushtet duhet t'i mirëmbajmë ne, si staf, ne si nxënës dhe ne si prindër, do më thënë që t'ja tregojmë fëmijëve që gjysmën e ditës e kalojmë në shkollë, edhe çdo gjë që ne ruajmë, edhe ne e mirëmbajmë në këtë shkollë, është për të mirën e të gjithëve. Sot është për mua, nesër është për vllaun, motrën, kusherinën e më të tjerë. Çfarë metoda të reja mësimore aplikoni për nxënësit e klasave të para? Klasat e para, do më thënë, janë me plan programin e ri dhe e kanë për detyrë, do më thënë, të njohin shkronjat dhe shkronjat e shtypit dhe të munden që t'i lidhin rrokjet. Mësueset janë të përkushtuara që të punojnë në KG, adaptimin e tyre në shkollë dhe me anë të mos në me anë të lojës, po lojës në metodë mësimore janë më të afërt që ta kuptojnë edhe ta ndjejnë atë kënaqësinë në shkollë. Cili është mesazhi juaj për prindërit që këtë vit përregjistrojnë për herë të parë fëmijët e tyre në shkollë? Ju uroj së pari shëndet, fat, të gjithë nxënësve se fillon një rrugtim i gjatë, një barë e madhe për në të ardhmen. Prindërve, ju uroj më të mirën të punojnë me fëmijë dhe të bashkëpunojnë me mësuesen. Nëse një prind bashkëpunon me mësuesen dhe me këshillat e mësuesve që i japin për fëmijë, çdo herë do të ketë sukses në atë fëmijë. Më thënë, trekëndëshi duhet të funksionojë sa më tepër. Arsimtar, prindër, nxënës. Kur kjo gjë funksionon, djeni që deri në fakultet ato fëmijë nuk do të kenë problem. Faleminderit drejtoresh. Faleminderit edhe juve, ditë të mbarë.
Pra si që dëgjuat procesi po vjon normalisht dhe prindërit ftohen që brenda fateve ligjore të kompletohen dokumentacionet për fëmijët e tyre. Rehan? Të falenderit shumë Habibe për gjitha këto informacione që i dhe në emisionin në ritmi ditës dhe për gjithë shikuesit dhe për ata prindër të cilët nuk dinë se ka filluar regjistrimi për filloristët dhe cilët janë dokumentet e nevojshme për filloristët që duan të regjistrohen në klasë të parë.